Në prokurorinë themelore në Prizren është mbajtur një takim pune me përfaqësues të prokurorisë së Kukësit, përfaqësues të policisë së trafiqeve nga Tirana, përfaqësues të policisë për hetimin e trafikimit dhe kontrabandimin me migrantë, si dhe përfaqësues policor nga Departamenti për Kufi i Policisë së Kosovës. Delegacionet pjesëmarrëse u pritën nga prokuroria e Departamentit për Krime të Rënda në prokurorinë e Prizrenit, Ervehe Gashi. Sipas njoftimit, tema kryesore e këtij takimi ishte rritja dhe thellimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar ndërmjet të dy prokurorive dhe strukturave policore përkatëse me fokus të veçantë në trajtimin e rasteve të kontrabandimit me migrantë. Gjatë takimit u diskutuar për shkëmbimin e informatave, koordinimin e veprimeve hetimore si dhe mekanizmat konkret për një reagim më efikas ndaj këtij fenomeni, i cili paraqet shqetësim serioz për sigurinë dhe sundimin e ligjit në rajon. Pjesëmarrësit u dakorduan për vazhdimin e komunikimit të rregullt dhe forcimin e bashkëpunimit praktik me qëllim parandalimin dhe luftimin efektiv të kontrabandimit me migrantë dhe format e tjera të krimit organizuar ndër kufitar, thuhet në njoftim.